por ai ishte besatar dhe me ata që prej tyre ka përjetuar gjëja të këqija. Të tregoj një rast se si Muhamedi alayhi salam u solli mirë edhe me një person i cili nuk e kishte lejuar që të falet në Ka'ben e respektuar. Me siguri keni dëgjuar se qelsat e Ka'bes i mbajnë familja e Abduldarit në Mekë. Pra, personi i cili i mban qelsat në atë kohë ishte Uthman bin Talha. I dashuri Allahut kërkon nga Uthmani që t'ja hapje Ka'ben e respektuar e të falje 2 rekate namaz. E ai thot se nuk mund ta bëj një vepër të tillë, një punë të tillë. Thot Muhamedi alayhi salam, ju drejtova Uthman bin Talhas duke i thënë, do të vije një kohë që do të hi dhe do të falem në Ka'be. Do t'i kem qelsat unë në dorën time, edhe nuk t'i dorëzoj ti. Uthman bin Talha më tha, nëse vin ajo kohë që qelsat e Ka'bes të jenë në dorën tënde o Muhammed, atëherë unë do t'jem nën tokë, pra nuk do të dëshiroj të jemi gjallë. Erdhi koha, Muhamedi alayhi salam kaloi në Mekë në mes peripecive dhe problemeve. U shpërngul në Medinën e respektuar dhe në fund të jetës së tij, i dashuri Allahut me shokët e tij arritën në Mekë duke e çliruar Mekën e respektuar. Dhe i tha personit në fjalë, mi sjell qelsat që të hi brenda në Ka'be dhe të fali 2 rekate namaz. Uthman bin Talha më njëherë shkoi ke shtëpia e vet për t'i marrë qelsat dhe nana e tij i kujtoi fjalën e Muhamedit alayhi salam që i kishte thënë këtij të fundit. E ki nuk shkoi në Ka'be për t'ia dorëzuar qelsat e Ka'bes pejgamberit alayhi salatu wassalam. I dashuri Allahut e çon Omerin radiallahu anhu që të shkojë ke familja Uthman bin Talhas t'i marrë qelsat e Ka'bes. Dhe kështu ndodhi momentin që nana e Uthmanit e dëgjon zërin e Omerit radiallahu anhu nga friga qet dhe ja dorëzon qelsat Omerit radiallahu anhu. Omeri radiallahu anhu shkon në Ka'be dhe ja dorëzon qelsat Muhamedit alayhi salam. Dhe të nderuar besimtar, në prezencën e Uthman bin Talhas, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam i thot: "O Uthman, a të thash atë ditë që kur do të vinë qelsat në dorën time nuk t'i dorëzoj ti?" Në atë rast mingja i pejgamberit alayhi salam, Abbasi radiallahu anhu, i drejtohet të dashurit të Allahut duke i thënë: "Ja Rasulullah, a ka mundësi ti marr qelsat une?" Tek për kujdesen për qelsat e Ka'bes. Muhamedi alayhi salam ja kthen axhës së tij, mingjës së tij duke i thënë: "As se si sot është ditë falje dhe respekti, e nuk ja merr qelsat kësaj familjes përveç se një tirani dhe një person i keq." Përsëri le të kujdeset për Ka'ben e respektuar familja Abduldari. Pra, i nderuar i vëlla, nëse personi të ka bërë mirë, atëherë mbaje besen duke u sjell edhe ti mirë me ta. Nëse është një rregull fetar, nëse dikush të bën mirë, atëherë e ke për obligim që edhe ti të sillesh mirë. A priori, besimtari duhet të sillet mirë me çdo njeri, por në veçanti ndaj atyre njerëzve të cilët i kanë thënë një fjalë të mirë, janë paraqitur mirë dhe kështu me radhë. Ky rast i fundit neve na tregon që ndonjëherë nëse personi është e sjellur keq me ti, por arsye të ndryshme, mundohu t'ja kthesh me të mirë, nga se në këtë mënyrë